Po problemi i Kolovana është një problem i vazhdueshëm, ka vite që në disa raste ka qenë më prezent, disa raste më pak. Jam bo disa hapa në këtë drejtim, kuptimin që po zhvillohen projekte mëdha infrastrukturore, siç është rruga A, vazhdimi i rrugës B që vetë është përmbyll, pastaj unaza e brendshme, dhe me përfundimin e këtyre projekteve besoj se pastaj do të kemi një Prishtinë më të mirë në kuptimin e trafikut, edhe në këtë kohë vetëm në disa kohë të pikut pra ka kolon më të madhe, ndërsa orë tjera është një trafik më i qarkullueshëm dhe jo i dendur. Po siç e thash, këto projekte infrastrukturore, të cilat janë të shpërndara në disa drejtori, do të lehtësojnë pra procesin, e përmenda dhe po e ripërmend, unaza e brendshme, rruga A, vazhdimi i rrugës B që është përmbyllje sipër dhe pothuajse vetë ka përfundu dhe lidhet pastaj me rrugën A, si edhe kuptohet projekti më madhor dhe infrastrukturor dhe më i rëndësishëm që ndërlidhet edhe me mbështetjen e nivelit qendrore që është unaza jashtë. Po këto projekte infrastrukturore të filluara do të përfundojnë në këtë mandat të kryetarit, teksa unaza jashtë do të varet prej bashkëpunimit me qeverinë.